Policia e Tiranës ka arrestuar shoferin e makinës që aksidentoi 3 fëmijë në një nga bulevardet më të trafikuara në kryeqytet, dëshmorët e kombit. Ngjarja ndodhi në një moment kur të miturit të ndarë në 2 monopatina u përpoqën të kalonin rrugët në kushte të papërshtatshme. Sipas ekspertizës së kryer në vendin e ngjarjes, 3 fëmijët kaluan me semafor të kuq, ndërsa shoferi i automjetit që po lëvizte në korsinë e dedikuar të transportit publik kishte dritën portokalli. Si pasojë e aksidentit, 2 prej të miturve, 9 dhe 11 vjeç, pësuan lëndime në gjymtyr dhe aktualisht po marrin trajtimin mjekësor, ndërsa fëmia i tretë, gjithashtu 11 vjeç, është në gjendje më të rëndë dhe po trajtohet në Spitalin e Traumës në Tiranë. Përdorimi i monopatinave në rrugë ka qenë një shqetësim i përsëritur për autoritetet, të cilët prej kohësh zhvillojnë kontrolle dhe aksione për të parandaluar përdorimin e tyre në mënyrë të pasigurt dhe në rrugë me trafik të rënduar. Policia rikujton rëndësinë e respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor dhe thekson nevojën e mbikëqyrjes së fëmijëve gjatë përdorimit të monopatinave në zonat urbane. Hetimet mbi rrethanat e plota të aksidentit vazhdojnë, ndërsa shoferi përballet me akuza për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe dëmtime me dashje.